Merrni një mollë dhe konsumoni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 8 probleme. Të gjithë e dimë që një mollë në ditë mban mjekun larg, por të pak janë ata që e nisin ditën duke ngrënë këtë frut. Deri më tani është të besuar se banania është fruti më i mirë për të ngrënë në mëngjes, por sipas Brightside në këtë video do të listojmë jo pak, por arsyet kryesore pse duhet të hani një mollë sapo hapni syt në mëngjes. Luftojnë qelizat anormale. Ulëntuesit nga shoqata amerikane e sëmundjeve Research bien dakord se, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ngrënia e mollës të pasur me flavonol mund të ndihmojë në uljen e riskut të zhvillimit të problemeve të pankreasit deri në 28%. Shkencëtarët nga Universiteti Cornell kanë identifikuar disa enzima përfshirë, elementët e pranishëm të lëkurës së mollës që kanë aftësi të luftojnë disa qeliza të zorrës së trashë, mëlçisë dhe gjirit. Do të keni kocka edhe më të shëndetshme. Mollët përmbajnë kalcium, gjithashtu ky frut është i pasur me lëndë ushqyese të rralla, të quajtur florëxim. Ulëntuesit kanë treguar se florëxin mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të kockave të pranishme të gratë pas menopauzës. Gjithashtu mollët përmbajnë bor, i cili luan një rol të rëndësishëm në shëndetin e kockave. Mollët janë të mira për shëndetin kardiovaskular. Mollët mund të ndihmojnë në parandalimin e veshjeve të mureve të zemrës, një nga shkaqet më të zakonshme të sëmundjeve kardiovaskulare, sipas Best Health. Molla parandalon kolesterolin të vishet dhe të ngurdhësojë muret e arterieve. Mollët ulin nivelin e kolesterolit. Fibrat dietike që gjenden me shumicë tek molla janë të tretshme dhe kjo do të thotë që këto fibra mund të thithin kolesterolin nga organizmi juaj duke ulur kështu edhe kolesterolin e keq. Mollët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët tashmë vuajnë nga diabeti. Studimet kanë treguar se ngrënia e një molle vazhdimisht çdo ditë mund të mbajë nën kontroll luhatjet e sheqerit në trup, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë shëndetësore edhe për të mbajtur larg këto komplikacione. Mollët ju mbrojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të Parkinsonit. Ulëntimet kanë treguar se individët që konsumojnë fruta dhe ushqime të pasur me fibra mundet gjithashtu të mbrohen nga sëmundja e Parkinsonit, e cila është një gjendje e karakterizuar nga ndërprerja e prodhimit të dopaminës dhe qelizave nervore. Shkencëtarët e kanë lidhur këtë me luftën që i bëjnë antioksidantëve radikale të lira. Mollët ndihmojnë gjithashtu në mbajtjen e peshës së trupit nën kontroll. Molla është e pasur me fibër dietike, e cila dhe ngrënia e saj çdo mëngjes do ju bëjë që t'jeni më të ngopur për disa orë dhe gjithashtu të mos konsumoni ushqime jo të shëndetshme deri në vaktin e ardhshëm, ku do të qëndroni më të ngopur dhe do të keni më shumë përfitime. Nëse enzimat e një fruti do të bëni mirë, atëherë konsumoni mollë. Nuk është egzagerim. Molla njihet gjithashtu edhe për vlerat më të mira, përbërësit e jashtëzakonshëm ushqimor që ka, edhe kundër një sër komplikacionesh që i kanosin organizmit. Mollët janë një frut që mbrojnë qelizat bazë të sistemit nervor, gjithashtu edhe nga neurotoksinat. Studimet kanë treguar se konsumi mollës ul ndjeshëm riskun e goditjeve në tru dhe jep rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ngrënia e rregullt e mollës besohet se ul riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2, sepse kjo përmban edhe fibër që ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Mollët japin përfitime shumë të mira ushqyese edhe në mbrojtjen e organizmit dhe në largimin e komplikacioneve të tyre. Sipas kërkimeve të Healthline, mollët ndihmojnë në sistemin tuaj tretës të përthith më mirë elementet e glukozës në gjak dhe të mbajnë larg komplikacionet. Ndaj, nëse doni që të përmirësoni organizmi dhe të mbani larg këto shqetësime, molla duhet të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ju. Mollët ulin në riskun e humbjes së jetës nga sëmundjet e zemrës, për shkak të përbërësve të lartë të antioksidantëve që ato përmbajnë. Lëngu i mollës mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj,
Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë prej tyre, sigurohuni t'i konsumoni ato në mënyrën e duhur. Studimet thonë se ngrënia e të paktën 2 mollëve çdo ditë mund t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj edhe në betejën kundër komplikacioneve. Ndaj, sigurohuni t'i konsumoni ato brenda normës së lejuar. Ndikimi që do të keni në organizëm do t'jeti i menjëhershëm dhe me shumë efekte pozitive. 2 mollë në ditë i thonë mjekut ik. Një studim të cilit i referohemi sipas Healthline thotë se ngrënia e 2 mollëve në ditë për të paktën 8 javë me radhë i bën mirë shëndetit të zemrës sepse ul nivelin e kolesterolit në gjak deri në të paktën 4%. Sipas studimit të Fondacionit Edmund Mach në Itali, kjo veti atribuohet edhe pranisë së lartë të fibrave, të cilat gjenden me shumicë tek pjesa e lëkurës së mollës. Sidoqoftë, ekspertët paralajmërojnë që të bëni kujdes. Fakti që molla ndihmon në uljen e kolesterolit nuk do të thotë se ajo duhet të shërbejë si një zhvendësues i medikamenteve për uljen e tij, por si një shtesë mirëushqyese, molla mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Ndaj ekspertët këshillojnë që të konsumoni të paktën 1 mollë çdo ditë. Nëse ekziston një frut që i bën shumë mirë organizmit, ajo është molla. Molla njihet për vlerat përbërësve të jashtëzakonshëm ushqyes për mbrojtjen nga një sër simptomash dhe sëmundjesh. Studimet kanë treguar se konsumi i mollës ul ndjeshëm riskun e goditjeve në tru. Ngrënia e rregullt e mollës besohet se ul riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2, sepse ajo përmban fibra dhe ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në trup. Përfitimet në organizëm do të jenë breslënse. Molla ndihmon sistemin tretës të përthithë më pak glukozë nga qelizat beta të pankreasit që prodhojnë insulinë. Mollët ulin gjithashtu edhe riskun e humbjes së jetës nga sëmundjet të zemrës, për shkak të përbërësve të lartë të antioksidantëve që ato përmbajnë. Lëngu i mollës mund të jetë i shijshëm, por vitaminat dhe antioksidantët e tyre mund të bëjnë magjinë më të mirë për shëndetin tuaj, duke ofruar kështu fibra dhe ushqime të shumta. Studimet kanë treguar se ngrënia e të paktën 2 mollëve në ditë mund të ofrojë përfitime të mira për organizmin, veçanërisht gratë i mbron nga sëmundjet e zemrës. Ngrënia e 2 mollëve të paktën çdo ditë do të ulë me 4% riskun e problemeve të kolesterolit në organizëm dhe do të sigurojë gjithashtu një mbrojtje pozitive më të mirë për shëndetin tuaj. Ekspertë nutricionist shtojnë listën e përfitimeve kryesore që do të merrni nga konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt. Molla ka vlera të larta ushqyese dhe është një aleat i fortë i shëndetit. Në përbërësit e saj gjendet uji, proteina, pak yndyrë, sheqer, gjithashtu edhe disa lloje të fruktozës, glukozës dhe saharozës. Fibrat dhe kriprat minerale si potasi, fosfori, kalciumi, magnezi, vitaminat si vitamina B1, B2, A e të tjera gjenden me shumicë tek molla. Molla është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët tashmë vuajnë nga anemia. Një studim amerikan ka treguar se ngrënia e mollës përmban vitamina dhe elementë ushqyes të cilët ndihmojnë në reduktimin e simptomave të astmës. Substancat e pranishme tek molla pastrojnë rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu janë një zgjidhje e mirë ushqyese për organizmin në betejën kundër komplikacioneve të tyre. Mollët kanë efekte të mira laksative. Pektinat që gjendet tek molla ka aftësinë të transformohet në një shtresë mbrojtëse në muret e stomakut, të cilat janë të mira kundër diarresë dhe iritimeve të tretjes. Mollët njihen për vetitë e tyre laksative në rast të problemeve të kapsllëkut, citon Healthline. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht konsumin e 1 molle të pjekur në ditë për të zgjidhur problemet tuaja të kapsllëkut. Mollët janë gjithashtu aleati juaj më i mirë i bukurisë. Lëngu i mollës së freskët i bashkuar me atë të limonit tonifikon lëkurën. Një maskë e përgatitur me 1 mollë të pjekur dhe qumësht ndihmon në rritjen e lëkurës, duke minimizuar kështu rrullat, ndërsa lëkura e thatë bëhet më e butë me maskën e përzier me mollë të grira dhe kos. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendosoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.